Në natën e errët të 25 shtatorit të vitit 1982, Xhevdet Mustafa, Sabaudin Hasnedari dhe Halid Bajrami zbarkuan me një skaf në bregdetin e Divjakës. Skafisti italian, duke menduar se kishte përmbushur detyrën, u largua menjëherë, pa e ditur se i kishte lënë në Divjak dhe jo në Durrës siç kishin rënë dakord. Kur agoi dita, tre taratisurit e kuptuan se ishin të izoluar dhe u nevojitej një mjet tjetër për të kaluar detin e cekët që i ndante nga toka. Rreth mesdites ata pan dy policë kufitar, Ëngjëll Agadhiu dhe Sazan Zeka që po peshkonin afër. Duke u paraqitur si peshkatar, i thirrën për ndihmë. Sapo policët u afruan, Xhevdet Mustafa, i tronditur, hapi zjarr pa paralajmërim dhe i vrau të dy. Pak më vonë, një tjetër bark policie ju afrua, me një oficer dhe një civil. Edhe këtë herë Xhevdeti qëlloi mbi oficerin dhe e vrau, ndërsa kurseu civilin pa i ditur se ai ishte polic, Sokrat Biti. Ky i fundit u bë pengu i grupit dhe dëshmitari vetëm që mbeti gjallë nga ato orë gjatë ftohta. Të armatosur e të vendosur të arrinin në Tiranë, diversantët përdorën Bitin si udhërrëfyes, duke detyruar të mbante çantën me armë. Në rrugën përmes pyllit të Divjakës, Xhevdeti vrau edhe një punëtor pyjor, Vlash për botin, vetëm se nuk ju bind urdhrit për t'u ndaluar. Gjatë natës e 25-26 shtatorit, ata ecën pa pushim në drejtim të Rogozhinës, duke shmanur çdo kontroll. Të lodhur e të uritur arritën në stacionin e trenit, ku fshen armët në një bunker dhe u përzihen me udhëtarët. Por një shitës e byrekësh i denoncoi, pasi kishte habitur sjellja e tyre dhe mënyra e të folurit. Policia i rrethoi menjëherë. Sabaudin Hasnedari u vra gjatë përplasjes me armë, ndërsa Halid Bajrami u kapi gjallë. Xhevdet Mustafa, i vetmi që shpëtoi, rrëmbeu një makinë dhe në kërcënimin e armës detyroi shoferin ta çonte drejt lushnjës. Më pas u strehua në fshatin Xham, në shtëpinë e Mërsin Culës, të cilin e vrau menjëherë bashkë me një oficer ushtrie që ju afrua. Brenda shtëpisë ishin edhe 5 fëmijët e vegjël të familjes. Rrethimi ishte i plotë. Policia dhe ushtria kishin bërritur. Negociatat për lirimin e fëmijëve nisën në drejtimin e vetë ministrit të mbrojtjes Kadri Hasbiu. Mustafa pranoi të lironte 2 prej fëmijëve, por refuzonte të dorëzohej. Një djalosh nga fshati, Muharrem Berberi, arriti të futet në tavanin e shtëpisë dhe e pa nga afër. Një burr i lodhur, i armatosur, me sytë që dihnin nga ankthi. Kur kuptoi se fundi ishte i pashmangshëm dhe se blindat kishin nisur të godisnin muret e shtëpisë, Xhevdet Mustafa mori vendimin e fundit. Para se dera të shembej, ai drejtoi pistoletën nga vetja dhe qelloi.